Në kulmin e fushatës zgjedhore, kur fokusi publik ishte mbi lëvizjet dhe pazaret elektorale të kandidatëve, një incident me përmbajtje penalizuese duket se është mbajtur i fshehur nga autoritetet me urdhër politik nga nivelet më të larta të Ministrisë së Brendshme. Sipas burimeve të sigurta të pamfleti, një qytetar nga Kolcyra ka denoncuar pranë postës së policisë lokale se ka kapur në flagrancë bashkëshorten e tij në marrëdhënie intime me Tërmet Peçin. Menjëherë pas kësaj, ai ka bërë një kallëzim penal për përdhunim me kërcënim dhe forcë. Rasti është referuar në komisariatin e Përmetit dhe më pas në drejtorinë vendore të policisë në Gjirokastër, por skandali është mbuluar me urdhër të drejt për të mos u reflektuar në buletinet zyrtare dhe për të mos ndikuar negativisht në ecurinë e fushatës së PS-s. Burimet thonë se e para që është informuar për incidentin ka qenë drejtuesja politike e fushatës së PS-s në Gjirokastër, ministria Mirela Kumbaro. Në vend që të kërkojë zbardhjen e ngjarjes, ajo i ka kërkuar heshtje gruas denoncuese dhe bashkëshortit të saj, por ky i fundit ka refuzuar të tërheqë denoncimin, duke kërkuar drejtësi për ngjarjen. E shkuara e errët e Peçit. Tërmet Peçi nuk është emër i panjohur për drejtësinë. Deri në vitin 1997, ai ka qenë i përfshirë në aktivitete të rënda kriminale si grabitje me armë, rrëmbime dhe trafikim femrash drejt Greqisë dhe Italisë, në bashkëpunim me vëllain e tij, Vojo Peçi, aktualisht oficer në policinë e shtetit. Burime të tjera flasin për një histori të gjatë të dhunës seksuale, kërcënimeve dhe abuzimeve të mbuluara me ndikim politik dhe pushtet. Pse hesht PS-ja? Burime brenda Selisë Roz pojnë se lajmi ka shkuar direkt te kryeministri Rama, i cili ka urdhëruar që ngjarja të mos bëhet publike për të mos fëlliqur imazhin e PS-s në ditët e fundit të fushatës.